ka mundësi që mishi i prishëm. Kur shkojnë market te sektori i mishrave, pse zakonisht vjen era shumë e rëndë? Puna e aromave fillimisht. Sendi i parë që duhemi me pas parasysh. Aromat, si më thon, inputet tjera peshqisave nuk janë unanime të çdo person njësoj. Okej? Për shembull, shikoj parfumet, që janë aroma konsiderohen të mira. Për ty një parfum X është me aromë të këndshme, për mua është me aromë pa këndshme. Njëjtë është edhe për, si më thon, ushqimet ose produktet me natyrë organike, siç janë mishi, apo mishi. Mishi në natyrë, ju e dini, do më thonë, merret prej kafshëve dhe servohet, shitet në një frigorifer që ose është i hapur ndonjëherë, ose hapet e mbyllet, po megjithatë është një temperaturë ku ruhet brenda 24 ore. Po. Ai mish nuk është inert, nuk është substancë e vdekur, por është një substancë e gjallë e cila natyrisht lëshon aroma. Aroma e mishit, për shembull, imagjino jo që po hen në market, për shembull po je duke hyrë te kasapi ku kryesisht shërbehet vetëm mish. Natyrisht kemi ndinë një aromë. Për disa njerëz, unë e di që mund të jetë e pakëndshme. Po normalisht është një substancë e tipit, ne i themi mioglobin ose globin, është një substancë që e ndërton muskulin ose mishin në rastin tonë, që të disa njerëz mund të jep një aromë pak tunduese, kisha më thonë. Por nëse ju i atribuheni mishit që shitet dhe servohet në Kosovë, ndoshta nuk jam direkt i fushës, po për shkak se merrem me mbikëqyrjen e smundjeve ngjitse dhe potencialisht helmimeve që mund ndodhin nga ushqimet, nga një vlerësim i përgjithshëm unë mendoj që ushqimi që i shitet konsumatorit shqiptar ose konsumatorit vendit ton, unë po mendoj që i plotson standardet e ruajtjes.